Në sistemin romano-gjermanik jeta e ligjit është logjika, pra nëse nuk është logjike, nuk është ligjore. Që do të thotë që në qoftë se do të bëjmë një retrospektivë, unë besoj që kodi procedurës penale duhet të ndryshojë jo vetëm në 242, po një pjesë dërmuese, dhe unë besoj që edhe zoti Romano bie dakord me këtë pjesë. Po se do të flasim, edhe është pjesa e paraburgimeve, të paktën tema që janë folur. Patjetër, dhe paraburgimi që nga viti 2013 ka shërbyer si një mjet represiv për t'i detyruar qytetarët dhe për të zhbërë një abulli që e gjeti mazhoranca aktuale. Pra në vitin 2013 vidhej energjia elektrike, vidhej ujë, nuk pagoj ujë, nuk kishte një kontroll mbi territorin për ndërtimin pa leje. Dhe burgu dhe paraburgimi shërbeu si një instrument, le ta themi, ndëshkues për popullin, derisa në vitin 2015, pastaj ndodhi çudia më e madhe që armbajtja pa leje në një mjet të motorizuar u barazua me trafikimin e armëve. Pra kushdo që mbante një armë pa leje, dënoi njësoj sa të mbushte një kamion dhe ta çonte nga Greqia në territorin e Shqipërisë për në Malë të Zi. Dhe kjo ishte çudia më e madhe. Dhe patjetër që aty që thot populli, dhe unë i bashkohem asaj që thoni ju, që mos e bëj në det sepse do ta gjesh në gjellë. Dhe mazhoranca aktuale ka 13 vjet që e ka bërë në det dhe sigurisht që sot e ka gjetur në gjellë. Pra të ndryshosh vetëm në 242 të kodit procedurës penale, i domosdoshëm apo jo, këtë le ta gjykojë historia, unë besoj që është një akt tërësisht politik dhe që nuk ka lidhje me qytetarët. Unë besoj që i gjithë kodi procedurës penale, të paktën pjesa dërmuese duhet të ndryshojë. Sot kemi një situatë që pushteti diskrecional i gjykatave është tepër i madh dhe përjashtimi është kthyer në rregull, masa e sigurimit arrest me burg është përjashtimore, pra duhet të vendoset kur asnjë mas tjetër është e papërshtatshme thot kodi procedurës penale, ndërkohë që përjashtimi është kthyer në rregull. Ne kemi një ligj për mbikëqyrjen elektronike, i cili nuk zbatohet sot dhe kësaj dite, nëse do ketë një mbikëqyrje elektronike, do të ketë një sallë të mbikëqyrjes elektronike, patjetër që numri i të paraburgosurve do të ulet ndjeshëm, nuk e di pse Ministria e Drejtësisë nuk zbaton një ligj që është ende sot dhe në fuqi. Ne kemi një sistem adresash që është inekzistent dhe sot edhe kur gjykata do që të lërë ndikim me arrest shtëpie, ne përballemi në salla gjyqi në vitin 2026 me situata groteske, pallati ngjyrë kaf përballë pallatit ngjyrë jeshil, ngjitur me postën, ngjitur me kopshin. Pra, të gjitha këto bëjnë që të ketë një masë, dhe kjo është e vërtetë. Shkojnë në dëm qytetarëve. Patjetër që shkojnë në dëm qytetarëve, pra